Banca Petroleo Albania, një kompani e cila kontributi I saj nuk është vetëm në nxjerrjen e naftës, por Kryeministri Edi Rama ka një lloj sensi tërheqje të fuqishme për të afruar pranë tij personazhe që kanë shumë pikpyetje mbi integritetin e tyre. Leonida Çobo është ish administratori I jetëgjatë I kompanisë koncesionare të naftës, Bankers Petroleum. Ai ka mbajtur funksionin e lartë në shoqërinë private prej vitit 2005 e deri në vitin 2016. Përgjatë kësaj periudhe, ai dyshohet se I ka krijuar buxhetit të shtetit një dëm kolosal financiar nëpërmjet disa veprave penale, si krijimi I skemave mashtruese, lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar, fshehja e të ardhurave, pastrimi I produkteve të veprës penale dhe shpërdorimi I detyrës. Leonida Çobo u mbajt në paraburgim prej korrikut 2025 deri në nëntor 2025, kur gjykata e posaçme e shkallës së parë vendosi ndaj tij arrest në shtëpi. Në fillim, ai dhe një dyzinë zyrtarësh të tjerë u hetuan nga prokuroria e Fierit, e cila më pas e kaloi për kompetencë pranë prokurorisë së posaçme, duke I shtuar hetimit edhe veprën penale të grupit të strukturuar kriminal, mori vendimin e gjykatës për ta mbajtur Leonida Çobon nën mas sigurimi. Trupa gjykuese e apelit të posaçëm, në 4 dhjetor 2025, la në fuqi masën arrest në shtëpi për Leonida Çobon. Në aktet gjyqësore rezulton një fakt interesant, punësimi I Leonida Çobos si këshilltar I zëvendës kryeministres Belinda Balluku me firmën e kryeministrit Edi Rama, pasi ai ishte larguar nga drejtimi I shoqërisë Bankers Petroleum. Për të shmangur detyrimin për deklarimin e pasurisë së tij, u detyrua të jap dorëheqjen nga pozicioni I këshilltarit të kryeministrit I emëruar prej Edi Ramës në verën e vitit 2022. Ky argument I përdorur nga prokuroria e posaçme hodhi dritë mbi një marrëdhënie të panjohur publikisht mes Leonida Çobos e Edi Ramës. Prokuroria e posaçme dyshon se Leonida Çobo ka kontribuar në drejtim të krijimit të një skeme të mirëfillt mashtruese lidhur me përfitimet e tatimit mbi vlerën e shtuar. Gjatë viteve 2010 deri në 2019, shoqëria Bankers Petroleum Albania Ltd, pavarësisht se nuk paguante asnjë tatim pasi rezultonte me humbje, ka marrë nga administrata tatimore një shumë të konsiderueshme lekësh si rimbursim të fatura të dyshuara si fiktive. Leonida Çobo dyshohet se pasurinë e krijuar nga këto aktivitete të kundraligjshme ka kamufluar, duke prezantuar si pasuri që vjen nga aktivitete të ligjshme ekonomiko-financiare, duke konsumuar kështu veprën penale, pastrimi I produkteve të veprës penale.